E bën edhe të drejtje, ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke pati me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. Say, bull. Any independence. Say, no. What's the excessive training this summer? Në shtëpinë tonë kemi krijuar një lloj tradite që besoj shumë prej jush e bëjnë spontanisht pa e planifikuar apo e menduar gjatë. Ne e kemi bërë me gjysmë plan, nata e filmit. Është kthyer në një pjesë e rëndësishme të mbrëmjeve tona, ndoshta mënyra më e mirë për të kaluar kohë së bashku, për të qetësuar dhe për të konsumuar diçka që më pas na jep arsye për të biseduar. Nuk do të thotë që podcasti tashmë me qindra ideve të mia që shpesh herë ndoshta nuk janë të qëndrueshme edhe ndrojnë njëra tjetrën gjatë gjithë kohës do të shndërrohet në një podcast komentues filmash. As pak. Por disa prej tyre unë dua t'i diskutoj duke I prezantuar shkurtimisht për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë mesazhi fshihet pas tyre, çfarë mësimi apo çfarë lloj propagande mundohet të shtyhet për këtë lloj filmash. Thënë këtë, ky episod përmban zbulime të historisë së filmit, me fjalë të tjera për brezin e ri, spoiler alert. Le të fillojmë. Në filmin Kalorësi I gjelbër, ne ndjekim Gawainin në udhëtimin e tij drejt nderit dhe lavdisë, dy nga vlerat më të shtrenjta të mesjetës mitologjike. Tani, për t'ja thjeshtësuar pak vetes time, këtij Gawainit unë do I vë një emër shqip. Do I vë një emër shqip, emrin nga tani e tuti e ka Gazmend dhe shkurt do I thrash Gazi. Pra, në filmin Kalorësi I gjelbër, ne ndjekim Gazin në udhëtimin e tij drejt nderit dhe lavdisë, dy vlerat më të shtrenjta të mitologjisë së mesjetës. Gjatë kësaj rruge I përballet me disa pyetje të vështira filozofike. A mund të jesh I lavdishëm pa qenë thelbësisht I mirë? A është nderi diçka që fitohet thjesht duke kërkuar? Dhe a është mirë të vdesësh me një dinjitet apo të jetosh me turp? David Lowry, ky filani që ka bërë filmin, na fton të përballemi me këtë pyetje përmes një përshtatje të një poeme të shkruar më shumë se 7 shekuj më parë. Në fund ai ofron dhe këndvështrimin e vet personal, I cili të jemi sinqert nuk është se më pëlqen shumë, por në fund të fundit është filmi I tij dhe ai vendos. Në këtë episod do të prezantoj filmin shkurtimisht dhe do të flas pak për mesazhin që ai përcjell, ose më saktë, çfarë mund të përcillet dhe çfarë mesazhi mund të nxirret prej tij. Një film disi I pazakont. Hajde bismillah njerë. Konflikti qendror I filmit bëhet I qartë në minutat e para. Gazi kërkon me çdo kusht nderin dhe lavdinë e tij. Në atë kohë, këto arriteshin kryesisht duke u bërë kalorës, dhe pse ishte larg këtij ideali në thelb fisnik dhe human. Dhe, për ta thënë të drejtën, nuk ka asnjë gjë të keqe të kesh këtë lloj ambicie. Është teje humane. Por realiteti I tij ishte krejt tjetër. Ai jetonte ende me nënën e vet, kalonte shumicën e netëve në shtëpi publike duke u dhënë pas grave, alkoolit dhe shereve në hane e bujtina. Turpi I tij bëhet më I dukshëm gjatë ryezës rrumbullakët në Krishtlindje, ku ndodhet përballë xhaxhait të tij, mbretit Arthur. Në kontekstin e filmit, e njëjta figurë legjendare e eposit anglez, simboli I lavdisë dhe nderit. Krejtësisht e kundërta e Gazit. Në tryezë, Turi kërkon të dëgjojë një rrëfim aventuresk përpara se të hanë, por Gazi pranon me siklet se nuk ka asnjë gjë për të treguar. Dhe pikërisht atëherë, si për ironi të fatit, paraqitet mundësia. Mbrin një kalorës I gjelbër. Kjo figurë e çuditshme ofron një sfidë, një lojë nderi. Kushdo që guxon të jap një goditje me armë, fiton sapatën e tij unike, me kushtin që një vit më pas të pranoj të marrë të njëjtën goditje në kthim. Mundësia për të arritur më në fund madhështinë ishte tepër e madhe për të refuzuar. Ndaj Gazi pranon sfidën, duke e parë si një rrugë të shkurtër drejt lavdisë që ai e ka kërkuar me kaq ngulm. Në euforinë e momentit, ndërsa kalorësi I gjelbër gjunjëzohet, Gazi haron për një çast rregullat e lojës dhe goditja e tij është aq e fortë sa I pret kokën kundërshtarit. Por menjëherë ndodhet pa imagjinueshmja për të. Krijesa mitike fillon të qesh, trupi I saj ngre kokën e prerë, I kujton Gazit premtimin dhe urdhëron të paraqitet pas një viti në kishën e gjelbër. Pastaj largohet duke qeshur në galop. Një vit kalon shumë shpejt dhe sipas marrëveshjes, Gazi niset në udhëtimin e tij për të gjetur kalorësin e gjelbërt në kapelen e gjelbër, me shpresën për të fituar nderin që I mungon. Këtu është e rëndësishme të theksohet diçka thelbësore. Nuk është Gazi ai që vën në lëvizje ngjarjet e tregimit. Mundësia nuk lind nga veprimi I tij, por I serviret nga një forcë e jashtme. Në këtë rast, nga nëna e tij. Është ajo, një magjistric, që thret kalorësin e gjelbërt për ta vënë në provë djalin e saj dhe për ta detyruar të piqet, si një zog nën që shtyn zogun e vogël nga foleja, jo nga mizoria, por nga nevoja për ta bërë atë të fluturojë.
pra të dali në jetë me forcat e veta. Bile, se kur viti kalon, duhet vënë në dukje që Gazi kërkon një farë lloj bindjeje që të niset në këtë rrugëtim. Ai disi e kishte harruar, por çfarë synonte nëna e tij duke thirrur kalorësin e gjelbër. Qëllimin e saj mund ta kuptojnë si dy të dyfisht. Së pari, ajo do ta kthente djalin e saj në një legjend. Dhe këtë pjesë ajo e arrin. Në këtë e shohim menjëherë sapo Gazi i prej tokën kalorësit të gjelbër. Ai bëhet subjekt tregimesh popullore dhe shfaqjeve me kuklla në mbar vendin. Mbreti Arthur pret që nipi i tij të bashkohet radhëve të kalorësve legjendar dhe njëri pritshmëri ekziston dhe tek nëna e tij. Por ajo e di shumë mirë se kjo nuk do të ndodhë nëse e lë gjithçka në dorën e Gazit. Ai është ende i papjekur, pa disiplinë, pa strukturë, i paaft për të fituar një nder të tillë me forcat e veta. Prandaj ajo orkestron një skenar të tillë që e detyron atë të veprojë. Në momentin që Gazi i pret kokën kalorësit gjelbër, ai në thelb ka nënshkruar dënimin e tij me vdekje. Por a dëshiron nëna e tij që ai të vdes? As pak. Ajo dhe rrethi i saj i magjistarëve i japin Gazit një rrip brezi magjik, i cili e mbron atë nga vdekja pavarësisht plagëve që mund të marrë. Qoftë kjo dhe një prerje koke, një tjetër hile, një tjetër rrugë e shkurtër drejt majës së shumë dëshiruar. Tashmë, jo vetëm nga Gazi, por dhe nga nëna e tij. Ajo pret që djali i saj të kthehet nga udhëtimi me shpresë që kjo rrugë t'i mësoj diçka në fundit. Ky është qëllimi i saj dyfisht. I pari ishte t'i siguronte një aventurë falas, por po aq e rëndësishme për të është dhe që ai të largohet nga Kameloti, të shoh botën rreth mureve të oborit mbretëror, të përballet me realitetin dhe kësaj të rritet. Sapo niset, Gazi përballet me një plaçkitës në fushë të mbushur me kufoma. Më herët gjatë festës, mbreti Arthur kishte lavdëruar paqen që mbretëronte në tokat e tij. Gazi nuk ka nevojë të udhëtojë larg për të parë koston e vërtetë të kësaj paqeje. Ky kontrast mes fjalëve të mbretit dhe dhunës së dukshme në terren prezanton një nga temat qendrore të filmit. Kjo temë mund të lexohet në dy mënyra. Në interpretimi i parë e paraqet virtytin si kotësi, ndjekja e vlerave si morali, nderi apo madhështia, jo për thelbin e tyre, por si trofe për të mbajtur për të lavdëruar. Vlera të zhveshura nga baza e tyre morale dhe tradicionale, të shndëruara në dokra. Interpretimi i dytë që për mua personalisht më duket më bindës është se çdo virtyt dhe çdo vlerë e ka një kosto të fshehur, të cilën e kupton vetëm kur del jashtë zonës tënde të rehatisë. Në këtë rast sapo lë fshatin dhe botën që njeh. Pyetja që shtrohet është e thellë, siç çdo gjë e ka një çmim, a je ti i gatshëm të paguash këtë çmim? Për mua kjo qasje është pak më e ndershme. E para do të ishte tepër një listë dhe e zbratë. Dhe mbi bazën e këtyre dy kundërshtimeve lind pyetja thelbësore. Tani, a kërkon Gazi nderin për ta mbajtur si stoli, si një shenjë statusi, apo kërkon virtytin në mënyrë të sinqertë për të ndryshuar jetën e tij? Për të qenë i nderuar duhet jetosh me nder çdo ditë, pa pritur shpërblime, lavdërime apo njohje. Të paktën kështu na kanë thënë prindrit. Duhet të ndjekësh rrugën e drejtë sepse është e tillë. Dhe pikërisht këtë gjë Gazi me sa duket akoma nuk po e bën. Kjo pjesë e tregimit përveç se vendos temën qendrore na zbulon edhe pak për karakterin e Gazit. Ai ka jetuar në një jetë të mbrojtur dhe naive. Në fushë ai takon një plaçkitës që i tregon drejtimin për te kapela e gjelbër. Por është e qartë se ky ndihmës nuk vepron nga zemërgjërsia, as nga pagesa e vogël që Gazi i ofron. Kur ai ndjek udhëtimet e plaçkicit, bie menjëherë në grac. Kapet nga plaçkici dhe shokët e tij, grabitet dhe lihet për të vdekur. Një kalorës me përvojë ose dikush që aderon të bëhet kalorës, duhet ta kishte kuptuar rrezikun. Duhet të ishte treguar më i kujdesshëm me këtë ndihmën falas në rrugë dhe fusha, sepse një kalorës i vërtet analizon, vlerëson dhe vendos me maturi. Gazi ende nuk e ka këtë aftësi. Pasi mbetet i lidhur në pyll, filmi përdor një mjet filmik shumë fantastik në mendimin tim. Kamera rrotullohet dhe na shfaq një projekcion të së ardhmes. Nëse Gazi nuk bën asgjë, ai do të vdes nga uria, etja apo moti apo kafshë e pyllit. Dhe trupi i tij do të dekompozohet derisa të mbeten vetëm eshtrat. Dhe ky vizion atë e detyron të veprojë. Për të shpërtuar, ai përpiqet të presë litarët, por në këtë proces pret edhe dorën. Një detaj i vogël por domethënës. Edhe veprimet drejt lirisë dhe pjekurisë kanë kostot e tyre. Çdo zgjedhje ka një çmim, një ide që e shoqëron gjithë rrëfimin. I plagosur por tashmë i lirë, Gazi vazhdon rrugën drejt kapelës së gjelbër. Dhe gjatë udhëtimit ndeshet me shën Winifred, e cila do ta vërë sërish në provë dhe do të zbulojë edhe më shumë për karakterin e tij. Duke kërkuar shtreh, ai gjen një shtëpi të braktisur ku zbulon fantazmën e Winifred. Ajo tregon historinë e saj, që një burr, një brut,
u përpoq ta perdononte dhe kur ajo refuzoi, ai u kthye më vonë, ja preu kokën dhe ja hodhi në pellgun afër shtëpisë. Kësaj, ajo i kërkon Gazit t'ia rikthej kokën. Më herët, përpara mbretit dhe oborit mbretëror, Gazi kishte pranuar me krenari një sfidë fisnike. Tani, larg dritave të oborit, në errësirën e pyllit, mbetet për t'u parë se sa i vërtet është nderi i tij. Fillimisht në dhomën e saj ai sillet si kalorës, përpiqet t'i japë ndjenjë sigurie, kërkon falje për ndëhyrjet dhe sillet si një zotëri i sjellshëm. Por sapo Winifred i kërkon t'i kthej kokën, karakteri i tij i vërtet në fakt del në pa. Në vend që ta ndihmojë menjëherë pa kushte, pa pyetje, ai kërkon të dijë se çfarë do të fitojë në këmbim. Përballë tij është një qenie që ka nevojë absolute dhe megjithatë ai përpiqet ta shndërojë aktin ndihmës në një transakcion të fllihur. Ç'është kjo pyetje? Si mund të më bësh pyetje të tilla? I thot Winifredi. Një qortim i drejt për drejt dhe një turpërim i hapur për kalorësin. I turpëruar, Gazi hidhet gjithsesi në burim për të gjetur kokën e saj, por me gjysmë shpirti. Edhe kur e gjen, ai nuk e trajton me kujdes. Gjatë rrugës, Kafka dëmtohet. Kur del nga uji çdo veprim i tij, nga ngurimi fillestar për ta ndihmuar, te sjellja e pakujdesshme, dëshmon mungesën e nderit. Ai dështon në provën për të ndihmuar dikë që nuk ka asnjë mundësi të ndihmojë veten. Pas kësaj ngjarje, Gazi sheh një dhelpër që më vonë do të bashkohet gjatë pjesës tjetër të udhëtimit. Dhelpra në simbolik zakonisht lidhet me dinakarin, me arritjen e qëllimeve përmes mashtrimit, shmangjes apo rrugëve të tjera anësore. Në këtë kuptim, prania e saj në film nuk është as pak e rastësishme. Më vonë dhelpra i ofron Gazit një rrugë shpëtimi, një mundësi për të kthyer në shtëpi, për të braktisur misionin dhe për mos u treguar askujt se nuk arriti të përballej me kalorësin e gjelbërt. Mendohet se dhelpra mund të jetë një tjetër krijesë magjike e nënës së vet, duke u munduar ta shoqërojë atë, ta ndihmojë atë, pra prap një hile në rrugëtimin e tij, në mënyrë që ai të arrijë qëllimin e vet. Kjo na le të kuptojmë se ndoshta përmes magjisë ajo po e përdor edhe kafshën për ta vëzhguar dhe ndikuar të birin gjatë udhëtimit. Para se Gazi të ndahet nga Winifredi, ajo i thot se kalorësi i gjelbërt është dikush që ai e njeh. Në fillim duket se një frazë kështu enigmatike, por është një paraemërim i rëndësishëm. Në një nivel, ne kupton se kalorësi i gjelbër është thirrur nga nëna e tij, por kur Gazi të arrijë më në fund tek përballja, do të bëhet fort e qartë se lidhja mes tyre shkon edhe më thellë se sa aq. Në shumë aspekte, filmi dhe tregimi i Green Knight, kalorësi i gjelbërt është një përmbysje e hapur e tregimeve klasike mesjetare, madje edhe vetë poemës mbi të cilën bazohet. Tradicionalisht, këto rrëfime fokusohen te kalorës të fuqishëm që ka përcen pengesa përmes forcës dhe trimërisë. Ekziston për shembull një tregim mesjetar disa shekuj të hershëm, ku mbreti Arthur lufton kundër çdo gjaste për të vrarë një gjigant që po shkatronte Francën. Kurse në filmin e Laurit, Gazi gjithashtu përballet me gjigant, por reagimi i tij është krejtësisht ndryshe nga çfarë jemi mësuar ne të dëgjojmë në histori mitologjike. Në vend që t'i luftojë, ai u kërkon që ta marrë me veten mbi shpatullat e tyre. Kjo është një nga shembujt më të qartë të përmbysjes së arketipeve mesjetare. Një kalorës i denj do ta kishte parë këtë si mundësi për të provuar vlerën e tij, duke mposhtur një përbindësh dhe duke shpëtuar një fshat apo qytet. Këtu përkundrazi, kemi një skenë të qetë dhe të përmbajtur që nxjerr në pak një tjetër aspekt të Gazit, dembelin dhe dëshirën për të arritur qëllimin pa e bërë rrugën me këmbët e tij. Në vend që të ecë dhe të përballet me vështirësitë, ai kërkon, në kuptimin më të drejtë për drejtë, të qëndrojë mbi shpatullat e gjigantëve për të shkurtuar rrugën. Më përtac nuk e di a bëhet. Më në fund, Gazi gjen një kështjell të bajnuar nga një bujar i zonës me zonjën e tij dhe një figurë të tretë misterioze, një grua dukshëm e verbër me së të lidhur. Dhe këtu ai do të vihet sërish në provë. Në fillimet e filmit ne njihemi me Esel. Është një vajzë të cilën Gazi e përdor për të shuar epshet e tij në shtëpitë publike. Ajo e dashuruar me të i kërkon dashuri dhe një angazhim të vërtetë, një familje, një jetë të mirë. I papjekur, i paaft për të përballur me këtë kërkesë, ai nuk i jep asnjë përgjigje dhe ajo e përcjell në heshtje duke i dhënë vetëm një shenjë dashurie, një zile të vogël. Në kështjell, e zonja ka të njëjtën fytyrë si Esel. Në film të dy personazhet interpretohen nga njëjta aktore, por kjo ngjashmëri nuk është rastësi. Është ndërtuar në të lloj mënyre sikur ajo të jetë krijuar posaçërisht për ta tunduar Gazin dhe për ta vënë përballë të njëjtave dobësi që ai nuk i kishte përballuar më parë.
Nuk kalon shumë kohë dhe ajo fillon të ajosh hapur, duke e futur në një tjetër provë morale, ndoshta më të rrezikshme deri në atë pikë të udhëtimit. Kur e zonja vëren dhuratën e Eselit rreth qafës së gazit, atë zilen e vogël, ajo e pyet nëse është ky një shenjë dashurie. Ai përgjigjet shkurt: "Jo", duke e hedhur poshtë si diçka të parëndësishme. Ky është një tjetër tregues i pandershmërisë së tij. Ai mohon çdo lidhje emocionale, çdo përgjegjësi, edhe kur provat janë para syve të tij. Në dhomën e gjumit, kur e zonja e shtyn drejt konsumit të marrëdhënies, Gazi pranon. Ndryshe nga kalorësit që ai pretendon se dëshiron të bëhet, ai dorëzohet kënaqësisë trupore pa rezistencë. Skena është ndërtuar në mënyrë të tillë që ta theksojë turpin e tij, jo intimitetin. Ai nuk shfaqet si një burr apo kalorës, por si një tjetër viktim e një mëkati themelor, një çunak. "Ti nuk je kalorës", i thot zonja duke lënë Gazin vetëm në pislikun e tij në duar. Në atë moment ai vëren dhe gruan misterioze në dhomë. E verbër me sytë e lidhur, por megjithatë ai e ndjen se ajo është e aftë ta shohë dhe ta gjykojë. Kush është kjo grua? Ajo mban një fash mbi sy, njësoj si ato fashat që mbante nëna e Gazit kur kryente rituale të ndryshme magjike, një ndër to dhe thirrja e kalorësit gjelbër. Ajo gjithashtu ja përkund fytyrën me duar, ashtu siç bëri nëna e tij përpara se ai të nisej në udhëtim. Ngjarjet e filmit u vunë në lëvizje dhe orkestruan nga nëna e tij. Dhe këtu ajo duket se mëshirohet në figurën e saj të kësaj gruaje të verbëve, për të vëzhguar dhe gjykuar të birin teksa ai afrohet fundit së provës së tij. Një detaj tjetër është se zonja e kështjellës i jep Gazit një rrip të gjelbër, identik me ato që i kishte dhënë nëna e vet, të cilin ai e humbi në skenat më përpara kundrejt plaçkicëve. Edhe vetëm koincidencë nuk është që përmes magjisë nëna mbase është siguruar që ai të mbrinte pikërisht në këtë kështjellë dhe t'i jepte zonjës fytyrën e Eselit dhe t'i ofronte një zvendësim të brezit. Ky ishte shansi i tretë për Gazin. I pari ishte vetë sfida, i dyti dhënia e rrypit parë dhe tani dhënia sërish. Dhe për ndërkohë po e quajmë si një simbol të hilesë së vazhdueshme, rruga e lehtë, shmangja, justifikimi. Gjatë gjithë kësaj kohe, nëna e tij vëzhgon për të parë se si do i përballojë Gazi këto tundime të fundit. A do t'i dorëzohet zonjës me fytyrën e Eselit? A do të marrë brezin mbrojtës dhe të përballet me kalorësin e gjelbër në pretendime të rreme, i mbrojtur nga magjia? Kur Lordi i kërkon Gazit t'i jap gjithçka që ka marrë në kështjellë në këmbim të asaj që vetë ka fituar në gjuhë e tij, shtrohet pyetja përfundimtare. A do të mbajë Gazi fjalën e dhënë? Përmes pranisë së gruas me sy të lidhur dhe dhelprës, filmi na tregon se ai dështon në secilën prej këtyre provave, duke aluduar vazhdimisht tek figura e nënës. Regjizori zbret konceptin e nderit nga një ide abstrakte në diçka konkrete njerëzore. Kur nuk jetojmë nder dhe moral, nuk po shkelim thjesht një kod kalorësie të paarritshëm, por zgënjejmë dhe njerëzit që na duan. Në këtë rast, Gazi po zgënjen nënën e tij dhe nuk po arrin të bëhet ai që ajo shpreson. Dhe kjo ide shkon për te i filmit. Një jetë e ndershme nuk është e vlefshme vetëm për individin, por edhe për ata që varen prej tij. Helmimi moral, sado i maskuar si progres apo pavarësi, ka gjithmonë kosto reale. Gjatë qëndrimit në kështjellë ndodhin dhe disa momente të tjera domethënëse. Gazi zhvillon një bisedë ndriçuese me të zonjën e kështjellës. Kur ai e pyet që pse kalorësi i gjelbërt është pikërisht i gjelbër, përgjigjja hap një temë tjetër qendrore të filmit: njerëzimi kundër natyrës. Dhe në një tjetër bisedë, i zoti i kështjellës, disi me stil, e pyet Gazin se çfarë shpreson të fitojë ai nga kjo aventurë. Me hezitim edhe le të themi pa energji, ai përgjigjet thatë: nder. Dhe pothuajse për ta nxjerrë në pah boshllëkun e kësaj fjalie, Lordi e pyet drejt për drejt: nëse e bën këtë gjë dhe kthehesh në shtëpi, a do të jesh vërtet njeri i ndryshuar? A do të jesh realisht një njeri i nderuar? Kjo e vë në qendër kotësinë e qëllimit të Gazit. Ai dëshiron të besojë se mund të kryejë një kërkim dhe të fitojë etikën si njeri i nderuar. Por i zoti i kështjellës e bën të qartë se kjo është një kërkesë e pamend. Dhe Eseli kishte bërë më herët një vrekje të ngjashme. Kur e pyeti pse po nisej drejt një udhëtimi ku kishte gjasa të vdiste, përgjigjja e tij, sepse kështu burrat e guximshëm bëhen të mëdhenj. Pavarësisht se Eseli e kundërshton duke pyetur që dale valla, nuk është mirësia e mjaftueshme?
Sikur donte të thoshte se gazi synon madhështinë pa e pasur ende as mirësinë e tij më bazike njerëzore. Ai e hedh poshtë dashurinë e saj, jeton për kënaqësitë e çastit dhe, siç tregon udhëtimi, nuk ka asnjë gjë madhështore për të ofruar. Deri dhe mirësia nuk janë ideale arbitrare. Mosjetesa sipas tyre ka pasoja reale, gjëra që do të bëhen të qarta deri në fundin e filmit. Kur gazi i afrohet pjesës së fundit të udhëtimit, dhelpra e ndalon dhe e këshillon të kthehet pas. Ajo i thot nëse një burr do ta dinte se çfarë fshihet vërtet në kapelen e gjelbër, do të zgjidhte të kthehej në shtëpi. Kur gazi përpiqet të shtiret trim, dhelpra i vën në dukje brezin e gjelbër, duke bërë të kuptojmë se mbajtja e tij është një tradhti ndaj lojës së kalorësit gjelbër. Edhe nëse brezi është apo jo magjik, vetë besimi i gazit se do ta mbrojë e shkel marrëveshjen. Ai duhet të marrë goditjen ashtu siç e dha. Kur dhelpra i thot kthehu në shtëpi, zëri i saj përzihet me zërin e nënës së tij. Ktheu në shtëpi. Nëse dhelpra është një tjetër zë i nënës, veprimet e saj duken kontradiktore. Ajo nis të birin drejt një udhëtimi që mund të përfundojë në vdekjen e tij dhe njëkohësisht i jep një magji mbrojtëse, vetëm për ta kthyer ata në provë duke e nxjerrë në pa frikën që ai përpiqet ta fshehë. Çfarë dëshiron në të vërtetë nëna? A është gazi i destinuar të shmangë rrezikun mes magjisë dhe dredhisë si dhelpra, apo duhet ta pranojë vdekjen dhe ta nderojë marrëveshjen me kalorësin e gjelbër? Marrëdhënia mes gazit dhe nënës së tij është thellësisht e ndërlikuar, ashtu siç është shpesh vetë prindërini. Sa duhet ta mbrosh një fëmijë, aq duhet dhe ta lësh të rrëzohet dhe të dështojë, që të mund të ngrihet vetë dhe të mësojë. Pikërisht me këto tema dhe pyetje përballet edhe nëna e tij përmes veprimeve të saj që shpesh janë kontradiktore. Sepse edhe pse gazi e ka të vështirë këtë udhëtim, as ajo nuk e ka të lehtë rolin e saj. Një vijë shumë e hollë ndan dashurinë dhe përkujdesin nga mbikontrollimi, dhe ky mbikontroll shpesh i çon fëmijët drejt dështimit në momentin kur duhet të jenë të pavarur. Por gazi nuk po piqej vet. Prandaj ajo dha një shtyrje duke i ofruar kërkimin e kalorësit të gjelbër. Më pas, nga frika se mos e humbte, ajo përpiqet ta mbrojë duke i dhënë një brez magjik për ta mbajtur në bel. Por njëkohësisht ka momente kur ajo dëshiron që ai ta çojë misionin deri në fund dhe të përballet me pasojat e veprimeve të tij, ciladò qoftë kostoja. Si prind ajo luhatet mes impulseve që shpesh bien ndesh me njëri tjetrin. Të ndërhyjë në jetën e të birit, ta mbrojë apo ta lejë të dështojë. Kur gazi më në fund arrin te kalorësi i gjelbërt, e gjen atë në gjumë, e ndërsa kalorësi fillon të zgjohet, ndodh diçka domethënëse. Fytyra e tij transformohet ngadalë duke marrë me radhë fytyrën e Zotit të Kështjellës, fytyrën e mbretit Artur, nënës së tij, madje edhe fytyrën e vet gazit. Kjo besoj është ajo çfarë Winifredi i thamë përpara. Kalorësi i gjelbërt është dikush që e njeh, sepse kalorësi i gjelbërt është të gjithë ata që ti i njeh. Dhe kjo na kujton gabimin themelor të gazit gjatë gjithë udhëtimit. Ai beson se nderi fitohet duke mbajtur një marrëveshje të vetme me një kalorës të vetëm. Por për të jetuar me nder, duhet të jetosh me nder në çdo marrëdhënie dhe në çdo ndërveprim. Siç e vuri në dukje Zoti i Kështjellës, nderi nuk lind nga një aventurë e vetme. Edhe këtu kuptojmë se ai as nuk buron nga një person i vetëm. Kur vjen momenti që kalorësi i gjelbër t'ia kthej goditjen, filmi përdor sërish të njëjtën teknikë narrative si më parë. Ashtu si në skenën e kapjes së gazit nga banditët, ne shikojmë një projekcion të së ardhmes, kësaj here pak më i gjatë. Është një montazh që tregon se çfarë do të ndodhë nëse ai ikën, ashtu siç kishte këshilluar dhelpra. Gazi mbijeton, por jeton në turp. Ai bëhet kalorës pa e fituar kur titullin. Trashëgon kurorën e mbretit dhe pse nuk e meriton. Ai krijon një fëmijë me Eselin, por më pas e braktis atë sepse grua e thjeshtë nuk mund të bëhet mbretëresh. Dhurata e tij e fundit për të janë disa monedha, i njëjti gest që gjithmonë ai bënte në këmbim të shërbimeve të saj në shtëpitë publike. Në fund, gazi përfundon i vetëm, i braktisur edhe nga nëna e tij, i rrethuar nga armiqt ndërsa mbretëria bie. I ulur në fronin e tij të zbrazët, ai heq brezin e gjelbër që ka mbrojtur për vite me radhë dhe sikur goditja e kalorësit të gjelbër më në fund arriti, koka e tij bie në tokë. Filmi e bën të qartë mesazhin e tij. Ti je i nderuar nuk do të thosh thjesht të ndjekësh një kod të padukshëm sjelljeje si një stem që vishet sa për sy e faqe. Ti je i nderuar do të thotë të jetosh me nder. Në do të jetosh një jetë bosh, pa gëzim, ku veprimet e tua i shërblejnë kotësisë, jo diçkaje me vlerë me të vërtetë, jeto pa nder. Gazi shkatërohet emocionalisht kur braktis fëmijën dhe gruan që deshi. Ai flak këto gjëra të çmuara për një martesë që i shërbejnë vetëm imazhit të tij si mbret në sytë të tjerëve. Për njerëzit përreth,
Ai duket si një mbret që jeton sipas kodit të nderit kalorsiak, por ky nder është thjesht një kostum i përshtirë që ai vesh. Brenda është edhe me i zbrazët dhe në fund vdesi vetëm. Gazi që nyzohet para kalorësit të gjelbër, ai e sheh këtë të ardhme dhe merr më në fund vendimin e tij. Ai zgjedh të mos jetojë në turp. Më mirë të vdes me nder. Ai e heq brezin magjik të gjelbër dhe i thot kalorësit se është gati. Është hera e parë që bën një veprim vërtet të ndershëm në të gjithë jetën e tij. Shumë mirë, kalorstrim, i thot kalorësi i gjelbër. Dhe fraza ikonike në fund, now off with your head. Me këtu ekrani nxihet. Çfarë ndodh më pas? A ja pret vërtet kalorësi i gjelbër kokën gazit? Në kuadrin e rrugëtimit të tij përgjigjja është dytësore. Përfundimi nuk ka më rëndësi sepse rrugëtimi ishte destinacioni i vërtet, jo kalorësi i gjelbër në vetvete. Mesazhi tashmë është dhënë. Gazi e kuptoi gabimin e jetës së tij dhe zgjodhi virtytin e vërtet, duke pranuar se kjo zgjidhje mund të nënkuptojë dhe vdekjen e tij. Megjithatë, kalorësi i gjelbërt nuk është historia e vetëm e një njeriu, është edhe historia e një shoqërie të dalë nga binaret e saj moral. Gazi nuk paguan vetëm çmimin për dështimet e veta. Ai paguan një taks kolektive, një borxh që shoqëria ka krijuar ndaj vetvetes dhe ndaj botës përreth. Kjo është e qartë. Më herët në film, në kështjell, e zonja na jep një nga çelësat më të rëndësishëm të simbolikës së tregimit. Kur ajo i shpjegon Gazit që pse kalorësi i gjelbër është i gjelbër, përgjigjja e saj është tepër shpjeguese. E gjelbra është ngjyra e tokës, e gjërave të gjalla, e vetë jetës. Kështu kalorësi i gjelbër vendoset qartazi si një përfaqësues i natyrës. Në poemën origjinale ai përshkruhet akoma më njerëzor, por prapë i gjelbërt. Ndërsa në film është një qenie drunore që kërcet si deku lëvizin. Ai nuk është thjesht kalorës, por ai është natyra e mishëruar. Zonja në formë qortimi, duke folur për mënyrën se si njerëzit përpiqen vazhdimisht ta zhdukin të gjelbërtën nga jeta e tyre. E presim, e shkelim, zgjerohemi mbi të dhe e mbysim në peshën tonë, por na kujton në të njëjtën kohë që e gjelbra gjithmonë kthehet. Në fund, ajo thotë se e gjelbra do të fitojë. Myku do të mbulojë shpatat, monedhat dhe muret tona. Dhe sado të përpiqemi, gjithçka që na është e dashur do t'i nënshtrohet saj. Lëkura, kockat, madje edhe virtyti. Vetë regjizori e ka përshkruar filmin si një përballje mes civilizimit dhe natyrës. Ai ka thënë se ngjen ngushëllim në faktin që imazhi i fundit i filmit është kalorësi i gjelbër dhe se ai e ka avantazhin. Regjizori shprehet se do të donte një botë ku natyra dhe civilizimi të bashkëjetonin në paqe dhe me përfitim të ndërsjellë, por nuk e sheh këtë si realitet në kulturën e sotme. Në këtë kuptim, fundi i filmit funksionon si një lloj fantazie hakmarrjeje të natyrës. Gazi i mori kokën dhe natyra vjen për t'i marrë të tij. Por ekziston edhe një këndvështrim tjetër që lidhet drejt për drejt me temën e jetës së ndershme. Ashtu siç e theksova edhe më parë, një jetë e pastër dhe e ndershme është thelbësisht e mirë për njerëzit që duam. Por duke marrë parasysh këndvështrimin e regjizorit, mund të themi se një jetë e ndershme është edhe e mirë për natyrën. Të mos vjedhësh, të mos vrasësh, të mos gënjesh, të mos jetosh në mëkat të vazhdueshëm, të mos kurvërosh, të gjitha këto ja bëjnë më të lehtë punën e natyrës, sepse ruan balancat e saj. Në këtë film natyra zë vendin e konceptit të Zot. Ashtu si në tekstet biblike, çfarë do të bësh, edhe nëse e ke sekretin e madh të izoluar, një ditë do të përgjigjesh për të. Në këtë film, gjykimi hyjnor shprehet nëpërmjet rikthimit të natyrës, e cila do të glabërojë çdo fitim, çdo krenari dhe çdo lavdi të ndërtuar mbi shkeljen e së mirës themelore. Nëse jeton duke i anashkaluar virtytet, nuk zhdukesh me bujë, zhdukesh ngadalë, duke u tretur në hares, ashtu siç natyra i tret të gjitha gjërat që nuk i përkasin më ekuilibrit të saj. Nëse fundi i filmit është shpresëdhënës apo jo, ajo varet nga sa shumë përputhen pikpamjet e shikuesit me ata të regjizorit. Filmi na tregon fillimisht një të ardhme të errët dhe të frikshme për Gazin. Në momentet e fundit merr vendimin e duhur. Ai pranon vdekjen si pasojë të një jete të jetuar në turp dhe pranon sakrificën e vet ndaj së gjelbërtës së drejtë dhe si pjesë e rendit natyror. Mbase ja vlen të përmendet pak poema origjinale, që quhet Sir Gawain and the Green Knight, mbi të cilën bazohet ky film, sepse kryesisht regjizori ka bërë ndryshime të mëdha që e zhvendosin ndjeshëm domethënien e tregimit. Temat themelore janë të pranishme edhe në poemën e shekullit të 14, por aty trajtohet ndryshe. Në fund të poemës, Gazi nuk e heq brezin e gjelbër nga beli. Kalorësi i gjelbër e godet me sëpat, por vetëm sa e gërvish lehtë në qafë. Ai mbetet gjallë. Më pas, Gazi e pranon se ka mbajtur brezin dhe ndihet thellësisht i turpëruar për këtë. Edhe pse kalorësi qesh, turpi mbetet.
Gazi kthehet në oborin mbretëror të mbretit Artur me brezin e veshur si shirit dhe u tregon të gjithëve se do ta mbajë përgjithmonë si shenjë të turpit të tij. Në vend që ta gjykojnë, kalorësit e tjerë qeshin dhe vendosin të mbajnë dhe ata shirita të gjelbër. Ka shumë mënyra për ta interpretuar këtë fund. Por unë e shoh në dritë pozitive. Mbase, të gjithë kalorësit e tjerë janë të vetëdijshëm që ashtu si Gazi dhe ata dikur kundrejt dikujt kanë bërë hile. Tani, arketipi që kërkon të bëhej kalorës kërkonte përsosmëri absolute deri në pikën ku ishte gati të sakrifikonte instinktin bazë së ruajtjes së trupit. Turpi i tij buron nga fakti që u përpoq të mbijetonte në vend që të vdiste për diçka në thelb që nisi si një lojë. Leximi i poemës është se ajo e kritikon pritshmërinë e reme dhe të përsosmërisë, dhe na fton të jetojmë me të metat tona. E qeshura e oborit është e thjeshtë në thelb. Një poet anonim i shekullit 14 që na thot qetësoni, mos e merrni kaq seriozisht. Dhe ky lloj rrëfimi është e kundërta çfarë paraqitet në film. Në thelb në film na thuhet se nuk jemi aq të mirë sa mendojmë, dhe ndoshta është tepër vonë për të bërë të mirë. Është jashtëzakonisht e vështirë të kërkosh një jetë puritane dhe të përsosur. Pyetja është, ku e vendosim vijën? Sa dredhi mund të bëjmë ne pa u quajtur të pandershëm? Cilat mëkate falen dhe cilat jo? Dhe pikërisht këtu, sipas meje, qëndron lidhja me modernitetin. Një shoqëri me ritëm teje të shpejtë, me marrëdhënie gjithnjë më transaksionale, ne përpiqemi të bëhemi mjeshër të vetvetes duke bërë pakte boshe. Ripërcaktojmë se çfarë quajmë krim dhe jo, çfarë është vjedhje dhe çfarë jo, çfarë është nder dhe çfarë nuk është nder. Dhe këto rregulla nuk i ndërtojmë më duke marrë parasysh natyrën apo këshillën hyjnore, por duke inxhinieruar ato sipas nevojave tona, në mënyra që na bëjmë ne të ndihemi mirë me veten, ndërsa anashkalojmë plotësisht të mirën themelore. Kështu, fundin e gjithë secilit mund ta mendoni vetë. Çfarë refuzon me atë që refuzon të çaj fluskën e vet dhe të përballet me realitetin në mënyrë dinjitoze. Dhe nuk do të harrojmë një fakt tjetër. Edhe pas një jete të piste dhe të mbrapsh, ende ka shpresë për shpëtim. Ende ka nder dhe dinjitet në përballjen me të vërtetën, kur ajo të ofrohet. Çmimi i kësaj përballje megjithatë është sinqeriteti yt. Nëse vërtet e ke parë të drejtën, apo nëse, por si Gazi në pjesën më të madhe të jetës së tij, thjesht je duke aktruar për të arritur tek çmimi final. Për fund, udhëtimi i Gazit na mëson diçka thelbësore. Të jesh i nderuar nuk është një titull që merret nga një aventurë e vetme dhe nga veprime spektakolare. Është zgjedhja e përditshme për të jetuar me nder edhe kur askush nuk po të sheh. Filmi na kujton se veprimet e kotësisë dhe turpit kanë pasojë reale, ndërsa virtyti i vërtet kërkon guxim dhe sinqeritet. Në çdo rrugëtim, destinacioni më i rëndësishëm është ajo që mësojmë dhe ajo çfarë bëhemi gjatë udhëtimit. Unë ju falenderoj që dëgjuat këtë episod. Ju lutem të lini like, koment, abonohuni në kanal dhe nëse keni dëshirë, donacione përmes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimet në Spotify. Deri episodin tjetër, bashkë miru dëgjofshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.